Një familje nga Venezuela ruante një medalion shumë misterios, që për ta ishte vetë jeta, por ajo që ka u zbulua më vonë në atë medalion, i la të gjithë pa fjalë. Tani dëgjojeni këtë histori. Kush është rastësisht, nëse nuk e keni bërë ende, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Ishte viti 1962. Në atë kohë, një familje nga Venezuela trashëgoi një medalion që ishte shumë i vjetër, i përkiste vitit 1650 parafërsisht, dhe i përkiste Koromotos, një prisi të një fisit të vjetër, pra të vendasve të Amerikës Latine, që e trashëgoan brez pas brezi këtë medalion. Dhe tashmë i përkiste kësaj familjeje, sepse ai që i fundit që kishte këtë medalion gjithmonë i familjes, ishte një shaman. Dhe ai sapo ja la një çifti. Çifti atëherë ishin pothuajse të moshuar, por ishin ata që kishin mbetur pra të familjes së shamanit. Dhe kështu shamani i tha: kujdesta, ky medalion është vetë jeta, dhe u la medalionin kësaj familjeje. Mirë po, familja me kalimin e kohës u bën pleq, kështu që në vitin 1996 tashmë edhe babai vdiq i kësaj familje, me ata që kishin këtë medalion. Dhe kishin 3 fëmijë. Vajza e madhe studionte dhe ishte në fakultet në atë periudhë. Dhe meqense vdiqi ati dhe i la këtë medalionin, ajo vitin e fundit, pra në vitin 2000, ajo shkoi krejt rastësisht së bashku me medalionin tek një nga laboratorët ku ajo studionte. Dhe mendoi që të shikonte këtë medalion në mikroskop. Deri në atë kohë nuk e kishin parë, sepse medalioni ishte 2 cm, pra sa një thua, 2 cm diametër, jo shumë i madh. Mirë po, duke që medalioni kishte formën e shënmërisë. Dhe në fakt, shamani që u kishte lënë dhe brez pas brezit dhe ata që kishin lënë, thoshin që kjo është shënmëria dhe ky është medalioni i shënmërisë. Por nuk kishin thelluar më tej. Pra, ky ishte i vetmi moment i pari që u thelluan se çfarë kishte ai medalion dhe pse duhet ishte vetjeta. Dhe kur shkojnë në këtë laborator, kjo vajzë, pra e bija, shikon formën e shënmërisë në mënyrë vërtet perfekte. Dhe aty për aty, ajo mendoi që ndoshta ky paraardhësi i saj, ky Koromoto, ndoshta ishte i fort nga syt dhe e kishte pikturuar këtë shënmërinë. Mirë po, Koromoto ishte një nga gjithmonë paraardhësi i kësaj familjeje, por i përkiste një tjetër besimi, nuk i përkiste krishtërimit. Madje ai nuk donte që të ishte me krishtërimin, por në atë kohë, në vitin 1652, kur ndodhi ngjarja, i konkuistadores, me fjalë konkuistadorët që ishin spanjollët, kërkonin me çdo kush që ata që kishin mbetur të ktheheshin në të krishterë. Pra të gjithë ata që kishin mbetur të fiseve të vjetra, vendas të Amerikës së Jugut. Dhe si përfundim, këta her pas here i fusin në përkisha dhe u thoshin që mund të faleshin ose t'i pakëzonin që t'i kthenin në të krishterë. Ndërsa paraardhësi i kësaj vajze, pra ky Koromoto, nuk donte që t'ishte i krishterë. Dhe ishte pikërisht atëherë, pra në vitin 1652, që ndodhi diçka. Ky Koromoto, së bashku me fisin, pra me gjithë burrat që ishin aty, luftonte kundër konkuistadorëve. Dhe i thanë: kujdes, konkuistadorët, po e shikuan, po e panë kështu që ti do insistosh, duke vrarë, do të vrasin dhe ty së bashku me fisin. Një ditë, ai teksa ishte vetëm në tendën e tij, përpara ju shfaq shënmëria. Pra ju shfaq në, si mund të quhet, në ajër. Dhe shënmëria, sipas legjendave gjithmonë të familjes edhe të fshatit të fisit të tij, i tha që duhej të shkonte në kish. Dhe aty për aty ai
nuk pranoj. Tha, nuk dua, tha, që të shkoj në kish. Dhe po ashtu, edhe ditën tjetër, ajo ju shfaq sërish. Edhe ditën tjetër, pra për 3 net me radhë. Dhe në momenti që ajo u shfaq, doli si siluet. Dhe ky çfarë bëri? Ky kërkoi që ta qëllonte me hesht, sepse qëlloi me shtiza dhe ishte vetëm ajër, pra ishte një vëgim. Pastaj kërkoi që ta qëllonte me hesht. Mirë po, nga këto eshkat që dolën, sepse shpërtheu, si mund të quhet ajo heshta, u bë copëza të vogla, një eshk që doli, ose një copëz që u nga shpërthimi, me dritën që ishte shfaqur Shënmëria, i erdhi në dorë, sepse ai teksa bëri shpërthimin, vuri duart kështu dhe i erdhi në dorë. Dhe ky kishte duart mbyllur nga momenti që krijua ky shpërthim. Por kur nuk kishte më asgjë, që ishte çdo gjë e errët, ajo eshk që i kishte mbetur në dorë, ai e hapi dhe po shikonte se çfarë ishte. Mendoi që ishte vetëm një copëz e heshtës që ishte djegur pak nga nxehtësia ose nga ky shpërthim dhe e mbajti. Me kalimin e kohës, ai u bind dhe u bë një lutës i devotshëm i krishtërimit. Por, përpara se të vdiste, ai ja la fëmijëve të tij këtë eshkën që i mbeti në dorë. Dhe që atëherë e trashëguan brez pas brezi deri pra në vitin 1996. Dhe kur kjo vajzë mori dhe e çoi në laborator, sepse gjëja e parë që i erdhi ndërmend të shkonte atje në laborator që ta shikonte në vitin 2000. Dhe kur e pa që ishte e veçantë kjo pikturë, atëherë mendoi që ta studionte, ta ekzaminonte. Dhe ja dha profesorit. Por profesori ja dha një tjetër studiuesi që ta shikonte në laborator specifik, pra të sendeve të vjetra. Dhe aty u zbulua një botë e tërë. Gjëja e parë që zbuluan te ky medaljon ishte që ajo ka formën vërtet të Shënmërisë. Është e pikturuar tamam Shënmëria në mënyrë eksakte, perfekte, por ka një problem. Nuk e pikturoi kush, sepse nuk është një pikturë. Është si të mund të jetë e stamposur brenda eshkës. Por ka dhe një tjetër problem, sepse ajo që u zbulua më vonë nuk është eshka e drurit. Jo. Por është një ngjizje, si mund të quhet, ose një diçka që është krijuar si mund të jetë si rezina. Kështu quhet. Rezina, nuk e di si i thonë në shqip, rezina është një lloj plastike shumë e fortë. Me një fjalë që është e pa, nuk mund të kalojnë vite të tëra dhe ajo qëndron shumë e fortë si plastik, por me fije. Pra, si kur tjetë brenda kësaj rezinës, e stamposur, e incizuar, okay? Por nuk mbaron këtu, sepse pastaj e çuan në një tjetër laborator për të parë që a ishte vërtet ose jo. Dhe vajza gjithmonë e shoqëronte pas. Kur shkuan në një laborator tjetër, vurën re diçka tjetër. Që kjo pikturë ka syt dhe pjesët e fytyrës në mënyrë eksakte. Por ajo që mbetën pa fjalë ishin forma e syve me vurëre, me një fjalë edhe kokordhokun e syrit. Kur u afruan me më shumë imtësi, vurëre që përveç kokordhokut të syrit edhe bebja e syrit në mënyrë eksakte, perfekte, bile edhe me ndriçimin nga një ranë. Kur pan tek ndriçimi nga një ranë, ka një formë të çuditshme sikur të ishte ky Koromoto që u ruajt atëherë kur u shpërthye, kur shpërtheu. Në atë moment me fjalë kjo Shënmëria ose drita. Dhe mënyra se si është kjo formë, pra teksyri i kësaj Shënmërie që është tash është 2 cm, kjo që po ju them unë tani është 2 mm. 1 apo 2 mm sy. Tani, ç'është e vërteta, në këtë studim që u bë, e lam për momentin, por bën një studim tjetër pas një 2 vite, në vitin 2002. Dhe në vitin 2002 bën një studim për të parë syt që kishin deklaruar herën e fundit që këta sy kishin diçka të veçantë. Herën e dytë, pan në sytë e saj, pra të kësaj
të këtij medaljoni, që sytë sikur kishin interakcion, sikur t'jenë në 3D. Me një fjalë, kur kthehesh nga një ran, duke sikur lëvizi nga një ran, tamam si një 3D. Se duhet të dini që rezina edhe e përcjell 3D-n. Nuk është si një letër, por rezina është në formë plastike, si keni parasysh ato 3D që ktheheni ndonjëherë ku i bënin që janë dy figura të ndryshme, eksaktësisht si ajo, por në këtë rast gjendet mund tek bebja e syrit. Dhe duket sikur ata sy sikur të jenë të gjallë. Megjithatë, gjithë ky mister u zbulua në vitin 2002. Tani lind pyetja, si është e mundur që të pikturojë, nëse do ta pikturonte kush ose do ta incizonte kush një gjë të tillë? Si do ta bënte në një gjë 2 mm, 2 cm, më falni, 2 cm në kaq. Pra, kaq janë 2 cm. Si është e mundur që në këto 2 cm të rrumullakt të mund të pikturosh shërmërinë dhe të mund të pikturosh syt, kokordhokun e syrit dhe çdo gjë. Pra, në vitin 1652, kush mund ta bënte këtë? Është vërtetuar në mënyrë shkencore që ajo është shumë e vjetër. Pra, ata e kanë cilësuar vitin 1500. Megjithatë, si është e mundur që të mund të pikturojë, kush do ta pikturonte? Pra, nga të gjitha studimet që janë bërë, është vërtetuar në mënyrë shkencore që ky lloj incizimi është bërë nga një inteligjencë jo njerëzore. Në sintezë, është zbuluar kjo. Po flitet shumë kohët e fundit, doja që t'ja u tregoja, sepse nuk është rast i parë, di dhe raste të tjera për disa të tjera objekte që nuk kuptojnë dhe që nuk i ka bërë dora e njeriut. Por ju tregova këtë, sepse ky tashmë është bërë viral dhe kisha vendosur që të bëja një video, nuk kam kohë që të bëj video, dhe ja u tregova kështu me zë. Kush nga ju do që ta kërkoj, është, siç ju thash, Shënmëria e Koromotos, kështu quhet, kërkojeni edhe i gjeni. Ju përqafoj gjithëve. Natën e mirë.